demokrate, të nderuar miq, të nderuar qytetarë demokratë të Elbasanit. Shumë pyesin çfarë doni ju me këtë lëvizje. Ne duam që Partia Demokratike të jetë fituese. Partia Demokratike të jetë fituese. Dhe kjo sallë, kjo energji, këta njerëz të jashtëzakonshëm, të rinj dhe të reja, drejtues strukturash, ndër kandidatët më të votuar në Republikë, si zoti Qani Xhafa, që falenderoj, dhe të gjithë drejtuesit e tjerë të strukturës Partisë Demokratike. Të nderuar miq që po e bëjmë bashkë këtë rrugtim, ne kemi një rrugtim i cili nuk bëhet për posta, i cili nuk bëhet për interesa personale, i cili nuk bëhet për ofiqe, një rrugtim që nuk bëhet për asnjë interes tjetër përveç se interesit që Partia Demokratike të gjojë antarësinë, të mos e braktisë antarësinë. Dua t'ju përcjell ju dhe të gjithë demokratëve një mesazh falënderimi. Mira demokratë dhe qytetarë anë mban Shqipërisë, që më kanë shkruar mira mesazhe këto ditë. Ju falenderoj nga zemra të gjithë të pranishmëve që jeni këtu, ju jam vërtet thellësisht mirënjohës, pasi e di që nuk është e lehtë. Është për të ardhur keq të shohësh degradimin e politikës përpara syve tanë. Të gjithë duke mbajtur peng të shoqëri me hallet e tyre personale, duke zhbërë çdo normë, çdo parim të demokracisë, dhe duke reduktuar politikën në një çështje private të turpshme, të ngjitur pas karrikëve si ajo pas Kpucës. Degradimin e qeverisë dhe të zyrtarëve të lartë në këtë standard mizerabël dhe në korrupsion kapilar, i cili është një gur i rënd për gjithë shoqërinë shqiptare. Sot Shqipëria qeveriset nga një elitë politike që është gjithnjë më larg qytetarët, gjithnjë më larg familjes shqiptare, gjithnjë më larg halleve të përditshme të njerëzve. Një qeveri që nuk e njeh më jetën e përditshme të qytetarëve, që nuk e njeh çmimin e jetesës, ankthin e prindërve, të kryefamiljarëve, të familjes, pasiguritë e sipërmarrjes, që nuk e njeh frikën e të rinjve për të ardhmen dhe dhimbjen e atyre që janë të detyruar të largohen nga ky vend. Një dramë e madhe që shihet me sy të lirë. Ky është realiteti i përditshëm që e shet çdo qytetar dhe e shikon gjithë secili prej jush. Kjo qeveri dhe këta politikanë tallen me këtë realitet sepse nuk jetojnë me njerëzit. Ata jetojnë mbi kurrizin e njerëzve. Sot shohim degradimin e plot, një qeveri të zhytur në korrupsion kapilar, një shtet kapur, ku krimi organizuar nuk është më në periferi, por është pjesë e sistemit. Krimi financon, krimi ndikon, krimi kërcënon, dhe qeveria jo vetëm qeshtë, por më keq, bashkjeton me të. Ndërkohë familja shqiptare varfërohet, fëmijët largohen, të rinj tikin, prindrit mbeten vetëm dhe Shqipëria sa vjen e pozbrazet. Ndërkohë politikanë dhe zyrtarët e lartë përfshihen dhe zbulohen çdo ditë në afera. Qeshen, s'kan asnjë përgjegjësi dhe nuk i japin dorëheqje. Rrin të ngjitur pas karrikëve, sikur t'u kishte lënë nëna dhe baba. Pse kjo është politika? Kjo është një politikë e turpshme. E pat sot kryeministrin. E pat sot se si kryeministri sot, në vend që të jepte dorëheqjen e menjëhershme për skandalin e Belinda Ballukut dhe për skandalin e oborrit të tij, të Agjencia Kombëtare e Shoqërisë Informacionit, në dy aksione të njëpasnjëshme, në të njëjtën ditë të strukturës posaçme antikorrupsion, Edi Rama në vend ta ndëshkojë korrupsionin, në vend ta shkarkojë të korruptuarin, në vend të jap dorëheqjen për përgjegjësinë morale, që ka emëruar njerëz që kanë ngritur në sistem korrupsionin, Edi Rama sot është mburroje e korrupsionit.